Mesazhi është ju mbështesim në të gjitha, çdo ditë, unë të paktën kam 13 vite e gjys që i bëj opozit çdo ditë jetës time kundër qeverisjes anti-shqiptare të rilindjes së Edi Ramës. I mbështesim, keni mbështetjen tonë, keni mbështetjen e Amerikës, keni mbështetjen e Bashkimit Evropian, keni mbështetjen e Kosovës, të Iliradës, të shqiptarëve në të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe mbar botës. Ky është një moment final për t'i dhënë shkelmin e fundit, për t'i quar në koshin e historisë të Shqipërisë të gjithë të njerëz që kanë shkatruar një nga vendet më të vjetra të Europës dhe një popull i cili me qëllim dhe me planizim po tenton të largohet me qëllim që t'i jepet pastaj fuqive tjera antishqiptare. Unë jam dakord me të gjithë politikanët që kanë shkelur qoftë edhe në mënyrën më minimale të gjithë pra ligjet e Shqipërisë. Kushdo që ka shkel ligjin, kushdo që ka bërë korrupsion, duhet përballet me ligjin, që nga unë nuk më mërzit fare, nuk lodhem, jam i pa lodhshëm. Okay. Ti nuk njeh nga. Dritan, jam i pa lodhshëm, jam i pa mposhtë. Okej, Dritan, çfarë mendoni në fakt se po flitet her pas here që kjo protestë mund të shkaktoj dome në aspektin e turizmit në Shqipëri, duke ditë që tashmë është sezoni i verës dhe njerëzit ndoshta kanë frikë të vinë të i kalojnë pushimin në Shqipëri. Çka mendoni ju personalisht? Kam dy përgjigje për këtë. Spari është gënjeshtër, është narrative propagandës Ramës për ta shtyp, për ta ul, për ta shpërndar protestën. Ju e keni parë që të gjithë turistët janë bashkuar. Së dyti, janë bashkuar protestës. Së dyti, është një leksion spektakular i Bashkimit Evropian nga protestuesit e moderuar, nga nënat, motrat, vajzat, djemt, nipat dhe mbesat shqiptar, të cilët po japin një leksion Bashkimit Evropian se si protestohet pa dhunë, me edukat qytetare, me kulturë. Dhe për një lloj pikërisht kjo qasje e kësaj rinie të mrekullueshme shqiptare, që është vjedhur real, Dritan, absolutisht që është gënjeshtër, kjo pyetje që mbot, nuk ka asnjë lidhje me dëmtimin e turizmit për dy arsye. Së pari, Shqipëria po jep një leksion Bashkimit Evropian për mënyrën e moderuar dhe qytetëruar se si po protestojnë nënat, motrat, vëllezërit, nipat dhe mbesat tanë. Dhe së dyti, ju e keni parë që kjo është bërë një motivim ku të gjithë turistët e Bashkimit Evropian të cilët ndodhen në Shqipëri janë bashkuar kësaj proteste. Ajo që shkatron turizmin është ajo që i bëri Edi Rama vjet në kulmin e turizmit, kur i futi fadromat në jug, në Bregdet edhe në Theth, ndërkohë që i kishte gënyer dhe premtuar të gjithë banorët që zhvillonin turizmin malor, tashmë një turizëm i cili është i shkatruar pasi ju volli votat dhe u bleu votat dhe pastaj ju çoi fadromat. Dritan, a e pengon kjo futjen e Shqipërisë në NBI, sepse në vitin 2013 Shqipëria do të jetë në NBI. A e pengon kjo protestë futjen e Shqipërisë në BE? A e dëmton? Absolutisht. Ajo që e pengon hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian është mënyra e qeverisjes e cila tashmë edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit, edhe nga Bashkimi Evropian i ka deklaruar që Shqipëria nuk plotson asnjë kusht, dhe së dyti, korrupsioni, kontrolli i krimit organizuar ndaj qeverisjes dhe përfshirja e trafikantëve të drogës në të gjitha investimet strategjike, ose e thon ndryshe, dhënia e statusit të investitorëve strategjik të gjithë personave të cilët po pastrojnë paratë e trafikut drogës në Shqipëri. Dhe ky është problemi i cili pengon zhvillimin dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe mungesa e standardeve në të gjitha fushat. Shkoni në arsimin, kontrolloni arsimin shqiptar, spitalet shqiptare, ekonominë shqiptare, kushtet në cilat, rendin dhe sigurinë. Dhe për një lloj, Shqipëria nuk plotson asnjë nga kushtet. E vetmja pengesë është largimi i Edi Ramës, implementimi i një qeverie teknike njëvjeçare, pastrimi i territorit të Shqipërisë dhe pastaj zgjedhje të lira dhe të ndeshme ku vullneti i qytetarëve shqiptar të përkthehet në prezant. Dritan, pyetja e fundit për ty, me që ke qenë ish ministri i punëve të brendshme, si do të reagonit ju në fakt, po të ishin në këtë kohë ministri i punëve të brendshme të Shqipërisë? Do t'i sugjeroja, gjëja parë që do të bëja, do t'i sugjeroja të gjithë forcave të policisë të mos ishin në shërbim
të sektit anti-shqiptar të rilindjes, si që kam bërë dhe në kohën kur kam qenë ministër. Së dyti, shkputja e lidhjeve të kontrollit të zinxhirit komandus të policisë